Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shpati i ktheu syt nga djali në momentet e fundit, rrëfimi rënqethës si miku të artistit. Vdekja e papritur e Shpat Kasapit ka tronditur familjen dhe gjithë popullin shqiptar. Ai dyshohet se vdiq pasi sulmi në zemër gjatë qëndrimit në Itali, bashkë me ish-gruan dhe djalin të cilin e kuronin atje. Për momentet e fundit të artistit ka folur një mik i tij, ku ka treguar se në momentin që ka ndëruar jetë, sipas informacioneve që ka marrë nga Selvie Jao, Shpati i ka kthyer syt nga djali. Në momentin që ka ndëruar jetë, në bisedën që pata me Selvien, ka dashur të thotë diçka dhe i ka kthyer syt nga djali. Shqyr që ishin bashkë dhe e pa për herë të fundit djalin pranë, u shpreh ai.